E ta shikues jemi pozicionu këtu të këndi rubrikës sot në Kosovë, si gjithmonë me tema aktuale që përqojnë mesaje edhe sensibilizuese, po njëjtën kohë edhe na informojnë për mënyrën se si duhet vepruar në vend. Përveç kësaj, e përmendëm në fillim bashkë me Agnesën që do të flasim për ligjin antiduhan, më saktë edhe për gjobat që janë shqiptuar që nga java e kaluar, kur veç e kemi pas njoftimin se do të bëhen kontrole të vazhdueshme. Ka qenë ministri Faton Peci, i cili ka treguar se këto do të janë masa rigoroze, të cilat natyrisht që do të vazhdojnë për kontrolin e nëse do të respektohet pra ligji antiduhan. Ne në studio kemi zotin Ibrahim Tërshnjaku, që është krye inspektor sanitar dhe do të flasim sa i përket vëzhgimit dhe inspektimit të punës në teren gjatë javës së shkuar, që do të vazhdoj pra besoj edhe për një kohë shumë të gjatë. Zoti Tërshnjaku, mirëmëngjes dhe mirë se na keni ardhur. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Pra, institucioni ynë ka për obligim çështjen e transparencës, por sot në këtë studio kemi për qëllim delegimin e shumë mesazheve të mira në raport me zbatueshmërinë apo një ndryshim kulturor që duhet bëhet edhe tek shoqëria kosovare. Një ndër fenomenet më problematike sot në botën moderne është dhe kontrolli i duhanit apo duhanpirja në hapësirat e mbyllura. Pra, derisa bota shkon përtej asaj çfarë ne mendojmë, në Australi sot mendohet se duhanpirja duhet të redukohet edhe tek personat që kanë lindur pas vitit 2009. Ne në Kosovë, pra, po sfidohemi me ligjin për kontrollin e duhanit në hapësirat e mbyllura. Pra, jo vetëm ne si mekanizëm shtetëror që duhet veprojmë në raport me zbatueshmërinë e këtij ligjit, por duke u nisur nga kreu i shtetit e deri tek qytetari i fundit duhet jemi të gjithë së bashku. Pra, në këtë rrugtim ton, e gjithë bota moderne ka luftuar duke dhe përquar mesazhe nga institucionet shëndetësore, nga mjekët, onkologët, pulmologët, nga punonjësit arsimor, duke u nisur nga universiteti e deri tek institucionet më të ulta parashkollore për edukimin dhe ngritjen e vetdijes shoqërore, duke i edukuar gjithë qytetarët e Kosovës që duhanpirja shkakton probleme shumë të mëdha. Si në aspektin shëndetësor që shkojnë deri në 300 milion për të kuruar jashtë vendit dhe dikund deri 250 milion nga shporta e konsumatorit të cilët harxhohen për konsum të duhanit. Pikrisht dhe duhet ta shpjegojmë këto se pikrisht ky ligj ka edhe qëllimin në radhë të parë mbrojtjen e qytetarit nga duhani, pra nga rreziku që shfaqet prej konsumimit të tij. Kur e përmenda në fillim zoti Tërshnjaku për gjobat të cilat janë shqiptuar, e di që edhe zoti Peci përmes një postimi në Facebook ka treguar që janë shqiptuar gjoba të konsiderueshme në numër. Sa gjoba i kemi të shqiptuara deri tash? Ta elaboroj pak më mirë se jo vetëm në këto ditë që kemi bërë inspektime, por tani e kemi bërë një intensifikim të aksioneve në gjithë Kosovën. Deshta ta ndërlidhe çështjen se duhanpirja duhet të fillon të zbatohet edhe në për gjitha zyrat shtetërore. Jo vetëm në gastronomi. Përgjegjësia e inspektoratit sanitar është tek gastronomia. Ne si institucion që nga miratimi i këtij ligjit kemi qenë aktiv, ta them kemi qenë të vetëm në raport me këtë luftë me të cilën po e quajmë maratonike, sa i përket zbatueshmërisë së ligjit, por po shoh se qytetarët e Kosovës kanë një edukim dhe kanë një pritje shumë të mirë në zbatueshmërinë e këtij ligji, që nga dita e premte e deri më sot nga dikund mbi 450, nuk e kemi raportin e mbrëmshëm, kemi shqiptuar 140 gjoba, gjëmë të cilën unë mbrëmë së bashku me udhëheqësit e Agjencisë së Ushqimit, kemi bërë një monitorim në për disa qytete dhe kemi parë se zbatueshmëria e ligjit për kontrollin e duhanit ka pasur një rezultat shumë pozitiv. Do t'i targetojmë të gjitha ato subjekte të cilët janë shkesë të ligjit dhe po shohim se tani mbetet nga inspektoratet tjera shëndetësore, të farmacisë, të punës, të arsimit, të tregut, të veprojnë, po thëmë 50% më pak se ne, dhe për fund mendoj se në fund të muajit të mars do të kemi një pasqyrë, një ndryshim kulturor, kretë ndryshe
raport me zbatueshmërinë e ligjit. Krejt këto gjoba e kemi pas në cilët sektor? Kanë qenë në gastronomi? Vetëm në gastronomi po flas, sepse aty është kompetenca jonë, por po i lutit gjitha institucionet tjera të bëhen të gjitha së bashku me neve. Inspektorati sanitar ndoshta ka një kompetencë, një gamë më të gjerë të zbatueshmërisë e këtij ligji, por duke i falendëruar kolegët e mi në përkushtimin, në angazhimin, edhe duke të kaluar orarin shtesë të punës, ata po e bëjnë të pamundshme që të gjithë ato subjekte të cilët nuk po e zbatojnë ligjin, t'i bindin, sepse nuk do të zbrasemi në zbatueshmërinë e këtij ligji. Unë një natë dola në qytet dhe pash disa nga qytetarët të cilët ishin vërtet shumë mirë kuptues, por kishte edhe qytetarë të cilët unë e njoh dhe pash se vinë nga qarqet universitare e të cilët nga njëherë është zhgënjyse që si ata i qasen mos zbatimit ligjit. Ata do t'jenë një pasqyrë shumë pozitive për dhënien e mesazheve se kur dalen në restoranet nuk duhet të konsumojnë duhan. Pra, posaçërisht po kërkojnë nga mjekët që ata t'jenë vërtet një pasqyrë, një mesazh shumë i fuqishëm, duke përquar edukim të mirë shëndetësor në ngritjen edhe në ndryshimin kulturor që edhe Kosova po e përkrah, po e përqafon, gjë me të cilën unë do t'i falenderoj të gjithë gastronomët e Kosovës, të cilët me seriozitet shumë të mirë e kanë mirë pritur, ndoshta se fundmi çështjen e zbatueshmërisë së ligjit për kontrollin e duhanit. Për çdo ditë kemi ankesa në disa nga ato subjekte dhe kemi parë se ka ndryshime vërtet me të cilën qytetari i Kosovës do t'i përkrah dhe nuk do të kemi më aksione të tilla, por vetëm në ato subjekte të cilat nuk zbatohen do të marrim masa, do të bashkëpunojmë, do t'i bashkërendojmë të gjitha aktivitetet me policinë e Kosovës, duke falenderuar gjithmonë, sepse inspektorati sanitar së bashku me policinë e Kosovës ka qenë edhe në vijën e parë të frontit në pandeminë në COVID-19, por edhe tani kemi nisur një aksion me të cilën edhe zyrtarët policorë duhet të jenë ata të cilët reflektojnë pozitivisht në mos shkeljen e ligjit për kontrollin e duhanit. Pastaj që mbeta borç, unë mendoj se edhe gjykata dhe prokuroria duhet jenë një ndër përfaqësuesit më pozitiv në raport me zbatueshmërinë e ligjit për kontrollin e duhanit. Do të jetë shumë e mirëseardhur kur ata reflektojnë pozitivisht në mos shkeljen e ligjit për kontrollin e duhanit. Po, kur përmendet individ, po themi të caktuar, që ndoshta do të pritej pikërisht prej tyre të zbatojë ky ligj, në rastet kur, për shembull, në lokalet e gastronomisë tregojnë vetë pronarët ose stafi aty që nuk po respektohet një gjë e tillë, pavarësisht se ju adresohet, çka ndodh? Tani ligji ka precizuar saktë të gjitha mekanizmat apo procedurat ligjore, në rast se përgjegjësi i atij subjektit nuk gjen mirëkuptim tek qytetarët, e ka për obligim të fton policinë e Kosovës, ta menaxhon atë në mënyrë më të mirë të mundshme, sepse nuk ka tani në këtë kohë nivel të mos mirëkuptimit të mirë në raport me ata çfarë subjekti duhet t'i ofron konsumatorit, dhe unë besoj se një ndër argumentet jo shumë të fuqishme të gastronomisë është çështja e mos mirëkuptimit. Ne të gjithë gjejmë mirëkuptim në ato hapësira ku dëshirojmë të ushqehemi pa tim të duhanit, dhe kjo do t'i bën më së miri nënave shtatzan, fëmijëve të cilët kanë qenë në për ato restorane të cilët nuk është zbatuar ligji për kontrollin e duhanit, vërtet do të jemi shumë strikt në raport me gjitha ato subjekte të cilët janë gra shtatzana, fëmijët, nuk do të tolerojmë duke zbatuar masa dhe rigoroze, ligji i parashel ligji edhe për kontrollin e duhanit dhe ligji për kundërvajtjen i parashet të gjitha masat rigoroze, duke vendosur edhe masa të gjobës shtesë, në raport se një subjekt nuk ka respektuar 2-3 herë
masën të cilën urdhrin të cilën e ka dhënë inspektori. Po, cilat janë ndoshta këto masa për cilat po flasim, për shembull për personat adekuat të cilët nuk i përfillin rregullat e dim që mbas ligjit edhe mund të informohemi pikërisht me nenet për kacet që i ka. Edhe këtu e kisha ndërlidh faktin prej 2013-s kur veç është miratu ky ligj, në vitin 2022 pastaj ka pas ato plotësimet shtesë të neneve. Prej atëherë ka qenë një nxitje shumë e madhe për të respektuar një ligj i tillë, por pastaj kjo gradualisht shkoi në shuarje. Shiqo tani, varësisht nga ndoshta edhe periudat kohore, tani në periudën kohore të pranverës dhe të verës deri në vjeshtën e vonë kemi zbatueshmëri të ligjit, sepse ligji konsumohet në hapësirat e hapura. Një ndër problemet më të mëdha ndoshta që na kanë sjellur kanë qenë ndoshta dhe lejimi i hapësirave të cilët kanë dhënë komunat për ndërtimin e tendave, hapësirave të cilët por edhe ato janë quajtur hapësirat e mbyllura. Në këtë drejtim ka qenë një ndër sfidat më të mëdha të inspektoratit sanitar, sepse edhe për ato hapësira vetë komunat është deshtur të zbatojnë ligjin për dhënien e pëlqimeve sanitare dhe për ato hapësira. Në këtë drejtim, pra komuna e Prishtinës ka qenë një ndër shkelësit më të mëdhenj të quajtë të ligjit për dhënien në shfrytëzim të hapësirave, nuk do të thotë që mos u jepet mundësia për dhënien e hapësirave që të punojnë lokalet e gastronomisë, por jo të ndërtojnë hapësira në kundërshtim me ligjin. Pra ky ka qenë defekti më i madh në prishjen e atij balansit kur filloi edhe ndryshimi kulturor i ligjit për kontrollin e duhanit. Pra, tash po e shoh se qytetari vërtet ka qenë shumë i nevojshëm që së bashku me mekanizmat shtetëror të jemi të gjithë së bashku, që po besoj që ky ndryshim kulturor do të jetë i përbashkët në raport me qytetarin, në raport me inspektoratet, me udhëheqësit, me liderët politik, e posaçërisht unë kërkoj mesazhe shumë pozitive edhe nga deputetët e Kuvendit të Kosovës, ata të cilët kanë marrë votën e qytetarit, që t'jenë vërtet reflektues, të përqen mesazhe, të japin ndoshta edhe elemente shumë pozitive, duke mos e shkelur ligjin, sepse edhe për ta qytetari do të ndeshkon në rast se nuk e zbaton ligjin, por sigurisht se edhe për ta është në fuqi ligji me të cilën inspektorati nuk do të heziton që të shqipton gjoba edhe për deputetët, edhe për politikanët e ndryshëm, edhe për zyrtarët e lartë të shtetit. Pra në këtë drejtim, unë po mendoj se ndryshimi kulturor vetëm ka arritur dhe si fund, si gjithmonë që kemi qenë së bashku në sfidat e ndryshme, mediat janë ata të cilët unë po kërkoj në mënyrë publike që të na bashkoheni, që t'i delegoni të gjitha ankesat të cilët mund t'i shifni në për qytet, në gastronomin, institucionet shëndetësore, arsimore, dhe vërtet të jemi gjithë së bashku, sepse transparenca në publik ka edhe një domethënie shumë pozitive në raport me monitorimin tonë edhe monitorimin e gjithë qytetarëve në zbatim të ligjit për kontrollin e duhanit. Po, të raportojnë pra raste të tilla. Vetëm sa do të jetë gjoba për tani ta dim. Në vitin 2022, kur është bërë edhe harmonizimi i ligjit i gjithë legjislacionit të Kosovës me ligjin e kundërvajtjes, domethënë nga për personat fizik është nga 30 në 50, për personat fizik që ushtrojnë veprimtari biznisore nga 200 në 500, dhe për personat juridik nga 1000 dhe në 2000, të cilët varësisht nga situata dhe gjendja faktike konstatuar e inspektorit do të veprohet. Pra, unë besoj se legjislacioni i Kosovës është i rrumbullaksuar, nuk ka probleme në zbatueshmëri në hapësirat e mbyllura. Besoj se në të ardhmen do të jetë një problem me të cilën duhet të plotësohet edhe me aspektin e shumë gjërave
të produkteve të duhanit të cilët duhet të precizohen si që ka ligji i Bashkimit Evropian edhe ligji i Shqipërisë dhe vendeve të rajonit. E që besoj kemi edhe shumë shtete prej cilave mund të marrim shembull për Pra nuk është problem që të marrim modele më të mira për të qenë një ligj vërtet në harmoni edhe me traditat, me kulturën tonë, me edukatën shëndetësore që kemi, por po besoj se duke qenë të gjithë së bashku organet ekzekutive, po i lutit gjitha inspektoratët jenë më aktive në këtë periudhë kohore derisa inspektorati sanitar thoya se tani i ka dhënë prioritet mbi prioritetet çështjes së aksionit apo inspektimit të kontrollit për duhanin me theks të veçantë në gastronomi, por nuk do ta lëm edhe mbrapa problemin e kontrollit të sigurisë ushqimore më të cilën është një ndër prioritetet e kësaj shoqërie, por do t'i targetojmë të gjitha ato subjekte të cilat po na shkelin ligjin. Po e shohim një gjendje faktike pozitive dhe tani në fund të javës do të bëjmë edhe ndoshta një fizibilitet, një gjendje të shohim se si është. Dhe duke i lutur të gjithë punonjësit shëndetësor që këtë javë të reflektojnë së bashku me juve, të përqejmë mesazhe ndoshta për plotësimin edhe ndryshimin kulturor të kësaj shoqërie. Patjetër, krejt të fundit, sa do t'jetë ndoshta kozgjatja këtyre inspektimeve, është para pa ndonjë fazë caktuar apo do t'jetë konform? Tani po shohim elemente pozitive, nuk do të ndalemi ne, kemi bërë një plan specifik ne me gjithë udhëheqësit e rajoneve të Kosovës, me të cilën do t'jenë shumë afër qytetarit, do të përqejmë mesazhe pozitive për të gjithë ankusit të cilët neve na drejtojnë ose në Departamentin për mbrojtjen e konsumatorit ose në CKMK Risku, në Policinë e Kosovës, por edhe në linjën e gjelbër të Agjencisë së Ushqimit dhe besoj se efikasiteti ynë do të jetë shumë efektiv me trupat tonë të cilët do të jenë në çfarëdo kohë në periudha kohore të ndryshme sepse kemi planifikuar se do të kemi edhe shkelës të ligjit edhe në orët e vona, në këtë drejtim së bashku me Policinë e Kosovës do të jemi në çdo cep të Kosovës. Patjetër, shumë faleminderit zoti Dërshnjaku për Faleminderit edhe juve. Kënaqësi.